si ta kuptosh që Allahu të don. Fakti që po kërkon ta dish nëse Allahu të don, është një shenjë e mirë, sepse vetëm ai që ka një zemër të gjallë dhe të ndriçuar nga imani, e shtyn veten të pës për dashurinë e Zotit. Kështu që kam për ta dhënë një udhëzim shumë të vlefshëm. Nëse dëshiron ta dish se çfarë vendi ke te Allahu, atëherë shiko ku të ka vendosur ai ty në jetë. Pra, si je duke e jetuar jetën tënde. Nëse Allahu të ka dhënë mundësi që ti të jesh i angazhuar me adhurime, nëse dita jote nuk kalon pa vepra të mira, pa e përmendur Allahun, tregon dashuri, mëshirë dhe butësi ndaj krijesave, nëse i fal rregullisht namazet, je i ndershëm, i drejtë dhe i sjellshëm, atëherë dije se Allahu të don. Gjithashtu, nëse Allahu po të sprovon dhe po të vënë vështirësi, dije se kjo është duke ndodhur për shkak të dashurisë së tij ndaj teje. Në anën tjetër, ka njerëz që Allahu nuk i sprovon fare dhe kjo është shumë e rrezikshme. Nëse dikush është larg Allahut, pastaj bie vazhdimisht në mëkate, por nuk përjeton sprova, atëherë ai njeri duhet të ketë vërtet frikë të madhe. Për çfarë arsye? Sepse kjo mund të jetë një formë e shtyrjes drejt shkatërimit dhe ndëshkimit të Allahut për atë njeri, siç thot Allahu në Kur'an, se nastadrijuhum min haythu la ya'lamun, pak nga pak ne do t'i tërheqim ata ka shkatërimi por pa e kuptuar ata. Ndaj, kur Allahu të sprovon, mos e sheh këtë gjë si ndëshkim, por shehe si një shenjë të dashurisë së tij për ty. Dije, besimtar i ndershëm, se sprovat shpesh janë një mënyrë që Allahu me të pastru ty prej gjunaheve dhe që me të bë ty me kanë sa më afër tij dhe me të bë më të fortë në besim dhe në fe.